Për turpin e vet, gjykata kushtetuese i dha të drejtë Erion Veliaj. Mirë, nuk mendoj se anëtarët e asaj gjykate kanë qenë tërësisht lirë për të vendosur në këtë rast. Besoj fort se ka qenë Edi Rama ai që ka paracaktuar vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse me kalimin e javëve dhe ditëve është friksuar se pushteti tim Tiranë po i vinte fundi. Për dy faktorë. E para njerë janë përçarjet brenda Partisë Socialiste, ku me sa duket të gjithë ata që po rrezikohen në burg, Belinda Balluku, Erion Veliaj e tjerë pakënaqur PS-s, po përpiqen të hidhen sa më parë nga anija e pushtetit të deri në sotëm. E dyta ka të bëjë me impaktin e lëvizjes bashkë. Edhe sondazhi i postuar në një televizion tërësisht armiqësor ndaj lëvizjes bashkë e nxjerr televizjen bashkë në Bashkinë e Tiranës me një rezultat 12.5%. Unë besoj fort dhe nga dhëna tjera që kanë pasur se rezultati në Tiranë, si u zgjedhet bëheshin sot, do të ishte akoma dhe më i lartë, për të mos thënë që do ishi befasia e jashtëzakonshme e këtyre zgjedhjeve. Gjithsesi, u bë thirrje qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë që të mos mërziten nga ky vendim. Ne do të jemi në rrugë për ditë. Ne do të kërkojmë me do e mos zgjedhje. Edhe po të mos i kemi lokale, ti kemi qendrore, sepse këtij pushteti po i vjen fundi. Ky është i pushteti kalbur, Shqipëria ka nevojë për një forcë të re, vitale, të guximshme, që e thot vërtetën, që i lufton për bindshat e politikës korruptuar të oligarkisë ekonomike, dhe kjo alternativë është lëvizja bashkë. Ndaj uftoj të gjithëve na bashkoheni në aktivitetin ton, protestat që do mbajmë dhe në gjithçka për t'u kundërvënë, po e them edhe një herë, këtij sistemi fundo i kryet kalbur, të cilit i ka ardhur ora e fundit.